pra akomodimi. Se nuk besojnë këta. 60 Ja ku ju a vende. ke vërtetuar. Po, ka dhe vende të tjera, mos bëjnë hiç merak për të shkuar. Tani mos i bëjmë shumë reklam Korçës, rini një herë në Shkodër. Pastaj mund ta vizitoni Korçën. Pastaj bëjmë mbetën një ditë pushim Mund në Korçë. Është shumë interesante në takimet e ndryshme që kam zhvilluar edhe me shkodranët, sepse unë ndoqa një guid me një grup shkodranësh, por kur mblidhesh në një vend në Korçë, një vend që është shumë i njohur, një vend që është privat, atje vinë edhe shumë agjenci të tjera nga Shkodra. Kam përshtypjen që shkodranët mbajnë vendin numër 1. Të jashtëzakonshëm. Për vizita në Korçë. E po shumë emocionuese kur shikon gra mbi të 60-tat. Pse është emocionuese? Çfarë kishin këto gra? Po nuk e kishim fare për herë të parë që vinin në Korçë. Pra është edhe ky trendi, që për shembull gratë mbi 60, mbasi kanë bërë sakrifica në jetën e tyre, i kanë martuar kalamajt, i kanë hequr hallet, s'kan se të blejnë perde të reja gjë, nuk kursejnë më. Bën bashkë 3-4 vajza, se kështu i njëra tjetrës. 3-4 vajza, bravo, kështu ti themi. Dhe shkojnë dhe bëjnë ekskursione, pra është një trend që është zhvilluar shumë me agjenci turistike ku gratë mbi 60 të kënaqen. Super, vërtet shumë bukur. Tani ne morëm një intervistë, janë dhe zonja të tjera që kanë folur në intervistë, po njëra për tyre më bëri shumë përshtypje. Mbas 40 vitesh rikthehet në Korçë. 40 vite. 40 vite. Wow, sa Korça kishte ndryshuar, nuk e njihte fare si e kishte parë. Kishte ardhur ekskursion me ndërmarrjen e saj dhe kthehej pas 40 vitesh në Korçë. Kemi gjetur dhe një fotografi të saj kur ishte në ndërmarrje, e kemi vendosur te materiali, ajo tregon për plot nostalgji. Ne shkojmë në Korçë, po i gjejmë muzikën gati. Zonja me gjithë ndërmarrje me orkestër me vete, ka shkuar në Korçë dhe ka krijuar super atmosferë. Le ta ndjekim. Një tavolin të bukur me shkodrane që kanë ardhur sot, apo jo? Keni zgjedhur Korçën sot, a? Ndërkohë që mendjen e keni pak të Shkodrës, edhe atje janë ndezur dritat. Pse zgjedhët Korçën sot? Do ta lidhin këtë formë sepse ne jena me agjencinë Kupliku, sepse është një agjenci shumë serioze dhe destinacioni i rrallës është Korça, aq më shumë që janë festat e Krishtlindjes dhe po shkojnë në gëzimin e tyre. Tu pas parasysh që edhe traditat na bashkohen, më shumë shkodran korçar, por është edhe i vend që nuk është se kena mjek shpesh në fakt. Është hera 3 që vi këtu. Do të vimi një kretësi të madhe. Të mungoj Shkodra sot se dhe ati unë ndezën drita, si unë djeve? Këtë kishim si më thanë problem, por gjithsesi bashkona nesër me Shkodranë. Keni zonjë të nderuar këto. Ardhë dhe herë të tjera në Korçë, apo kjo e hera parë? Hera parë, ja po hera e dytë. Ka marrë para 40 viteve, sot është hera e dytë që vim Korçë. Çfarë ke bërë para 40 viteve? Pse ke ardhur para 40 viteve? Për qef, vizit kena ardhë, kena kenë punë atëherë, edhe kena ardhë me ekskursion është qujtë atëherë, ekskursion. Kena qenë në ndërmarrje? Në ndërmarrje? Cila ndërmarrje ka qenë? Shqimoria. Me nërmarin unë Shqimoria. Shkodra erdhe ekskursion? Korçë, ekskursion, 50 veta kena kenë me autobus. Kena ardhë në Korçë, në Saran, edhe jena këthy Tepelen, Gjenokastër, i kena marrë këto në vendet me rrallë. Bravo! Në 80-ën. Në është atje ka ardhë me orkestrën me vete. Sot atje kena pas orkestrën me vete. Pus orkestër? Po. I kena një mu edhe na, orkestrës, se kena kenë bëllë.
Si gjen Korçën mbas 40 viteve? Ndryshime, pa tjetër, ndryshime. Pra ma i kena arë sot me po ndryshimet e 40 viteve që s'kena arë. E dallove diçka që e ke para atëherë apo ka ndryshuar shumë? Ja, ka ndryshu. Me gjithë që nesër e pasqyrojmë taman. Sa është ditë, sa me ka. Pak edhe nesër. Një urim për të gjithë shkodranët që po ndjekin nga Korça kësaj radhe. Një urim për festat e fundvitit. Inshallah kalojnë marrë mirë, festat si gjithkund, po në Shkodër është më mirë se këtë. Shkodër është e veçantë. Në bashkohen traditat, me thënë drejtë, me Korçën, por ama Shkodër është Shkodër. Zonjë nderuar me siguri edhe ti shkodrane, apo jo? Po, shkodrane. Ku jeton? Unë jetoj në Gjermani, adhuroj Shqipërinë, me bëha pak pushime, nuk kam marrë asnjëherë në Korçë, po me pëlqej shumë Korça. Me ka shoqet e mia ata shkodranet, me tradhin komplet. I marrim pak me radhë. Sa kohë ke në Gjermani që ke emigruar? Sa kohë ke? Kam bajegi, kam 11 vite. Po, i kam 11 vite dhe vi me dashuri ka i herë në Shqipëri, se me nërmalli dhe Emigrantët e kanë vështirë të ruajnë shoqërinë në Shkodër sepse shkëputen. A ke shoqëri në Shkodër më apo? Kam. Po nuk paten mundësi më orë këtë rallë me mu. Kam gjeli shoqëni shumë të mirë këto shoqet e mia, si i njoh, edhe u ba me grupë. Me një knaqësi pa pame. Mu pëlqen shumë Korça. Po hera parë që vi. Shme mirë, Shkodra apo Korça për ty? Krasoj Shkodra më. Nuk edhe Korça e bukur tani. Po Shkodrën e kena rrë. Po nuk e ndaj Shkodrën më asisa. Shkodra është yll. Është një yll. Festa do t'i kalosh në Shkodër, besoj. Jo. Ta kaloni gëzuar. Shumë faleminderit.